të Prapavijës do të kemi një dyshe krejt ndryshe me Ismailin dhe Kumbullën, ndërkohë që do të konfirmohen pjesa tjetër pra e këtij reparti në Port Trakosha, ndërkohë që Ysaj dhe Mitaj do të jenë dy lojtarët e Kraut. Pritet të ketë edhe ndryshime për sa i përket pjesës së sulmit, janë rritur shumë kuotat për një aktivizim të mundshëm të Ernest Muçit. Kam përshtypjen që ndoshta nga detyrimi për të dalë me 3 pikët, mund ta shohim dhe në vend të Qazim Lasit, pra sheu në mesfush Aslani, Muçi, Hoxha, Broja dhe Daku që duket se ka fituar pikë në balotazhin me Rej Manaj. Gjithsesi do të presim konfirmimin nga Silvinho. Në përgjithësi në raportimet tona mund kemi gabuar vetëm me një emër, Beta, dhe besoj që pak a shumë ky do të jetë deformacioni. Po, pak a shumë ky mund të jetë. Nga njëra anë the që na duhet me patjetër, fitoria, por nga ana tjetër si shihet, pra, domethënë si janë probabilitetet, nëse krahasojmë skuadrën e Letonisë me atë të Shqipërisë, kemi shanse reale për një fitore bindshëm sot? Pikërisht kjo është arsyeja pse nuk duhet të gabojmë sot, sepse diferencat janë të mëdha midis dy skuadrave. Letonezët nuk është se kanë një skuadër të mirë, edhe pse kanë marrë një trajner italian i cili në aspektin taktik mund ta organizojë skuadrën në mënyrë perfekte në mbrojtje, në Prapavi pra për të mbrojtur, por thash cilësia jonë nuk vjet në diskutim përballë si kundërshtari. Që në fillim në hedhjen e shortit, ne kemi qenë më favorizuar ndaj Letonisë dhe Andorrës, ndoshta Anglia është një planeti tjetër, mund të themi, me këtë lloj krahasimi dhe gjithë garën e kemi pasur me Serbinë për vendin e dytë. Dhe nisur nga kjo, them që sot nuk është vetëm thjesht çështja e renditjes, por dhe fakti tjetër pra që jemi shumë më lart se kundërshtarët tanë, na bën që të kemi si detyrim pikërisht pra fitoren. Pikërisht fitoren, po nga ana tjetër, Erion, a mund të jetë pikërisht ky një problem që mund të ndodhë që duke nënvlerësuar disi kundërshtarin mos bëjmë ndonjë gabim? Nuk besoj se kanë nënvlerësuar kundërshtarin. Mirë, duke ndjerë veten më lartë në këtë aspekt. Motivim, patjetër. Besoj që gjithë do ta marrin shumë seriozisht të ndeshjen sepse është shumë e rëndësishme, ashtu siç tha edhe gazetari, kështu që duhet patjetër fituar. Biles duhet fituar edhe me shumë gola sepse besoj që në fund fare kur të mbarojnë kualifikueset do shikohen dhe golat patjetër me rivalin ton direkt që kemi me Serbinë. Edhe Eli kishte edhe një dëshirë që sot të shënonte edhe një nga Manaj, kisha dëshirë të shënonte Manaj pasi ka kaluar një periudhë shumë të vështirë këto ditë pas rastit të humbur, por këto gjëra ndodhin në futboll, kështu që s'kemi çfarë bëj. Elgi, e ke parë gjithsa çfarë është bërë në rrjetet sociale Manajt dhe si e mendon, si e gjykon? Të them të vërtetën, më vjen shumë gjëna, sepse këto gjëra ndodhin shumë shpesh në futboll, edhe nuk është faja aty. Qartë, aq më tepër ndodhin në rastet Bjeta është ajo fija e hollë, o do bësh legjend, do t'i bësh golin Serbisë dhe do bësh... Ishte shumë i madh presioni për t'u mbajtur, shumë. Ai djalë është djalë i ri edhe e ka dhe akoma karrierën përpara, kështu që të gjithë ne duhet ta ndihmojmë, nuk duhet ta sulmojmë sepse ai kur nuk donte që ta humbiste atë, dhe kështu që absolutisht dhe shumë e vërtetë që gjithë ai denigrim, linçim që ndodh në rrjetet sociale për momente të tilla është totalisht i pakuptueshëm edhe i pa justifikueshëm. Sepse ashtu ishte edhe sjellja ndaj Hysajt, pas Europianit, dhe duhet ta kujtojmë që ju bë ajo gjykata popullore, sulmuan gjithë me lloj epitesh, lloj gjërash, ndërkohë Hysaj ishte ai që ishte më mirë në fushë para 3 ditësh, ai që fitoi penaltin, ai që luajti në mënyrë të jashtëzakonshme. Kështu që të gjithë njerëzit, të gjithë lojtarët e kanë atë momentin e vet që do ta vërtetojmë pastaj që do ta kalojnë atë momentin. Elvis, nëse ke një koment lidhur me këtë aspekt? Tani penalti kanë humbur lojtarët më të mëdhenj, një nga pengjet më të mëdha që personalisht për mua si nga yjet më të mëdhenj të futbollit botror, Roberto Baggio, ka pikërisht penaltin e humbur në finale e botrorit të 94-s ndaj Brazilit, kështu që kur i ka ndodhur Baggios, besoj që mund t'i ndodhë çdo lojtari tjetër. Ajo që unë mendoj është se Mana është një profesionist shumë i mirë,
do ta kaloj këtë situatë, jam i bindur se nëse nuk shënon sot, nuk e di pse, po kam një bindje se nëse do të jetë në gjendjen e tij optimale dhe do të luaj në ndeshjen e klimit në tetor ndaj Serbisë në 11 tetor, atëre aty ka postuar një gol për të kthyer reston ndoshta gjithë kritikëve. Ai ishte një moment që aty si e tha dhe Erioni, o e kthente në një hero ose do ta bënte se kishte këtë lloj reagimi. Megjithatë në futboll këto janë gjëra që pranohen dhe i fortë është ai që reagon. Unë jam i bindur tek mentaliteti që Rei ka dhe besoj që do ta kalojmë me fort. Elgi, për te dëshirës për të shënuar ndoshta mana i sonte në një parashikim të fundit, tani këtu jemi domethënë racional. Sa e mendon që shkon ndeshja sot? Unë them sot det një fitore e thellë, pra me shumë gola nga ana jonë, po kjo ndodhi vetëm në qoftë se ndeshja merr vëmendjen që duhet të ketë. Edhe mendoj ndeshja do mbaroj me rezultatin 4-0. Wow, okej, si parashikim racional. Erioni? Po, unë do mjaftohesh edhe me 3-0. Mire, ule. Okej. Po, ka shumë diferenca, kështu që besoj që duhet dalin shumë mirë. E qartë. Elvis? Tani unë për vazhduar dhe unë me frymën e dyshës si tifoz po them 7-0, po është një gjë që nuk e mendoj dot. Shprehuni dëshira e Andro dhe Zalin. Personalisht dua që të fitojnë, një 2-0 nuk e diskutoj, po e rëndësishme është të dalim me 3 pikët. Ne do bëjmë në fund llogarit pikërisht me Serbin, kemi një ndeshje kthimi, mendoj që në ndeshjen e kthimit ndaj tyre presioni, nëse ne marrim pikët e plota ndaj tyre kundërshtarëve, do të jetë vita jo mbi ne, do të jemi ne të qetë, ata do të kenë dhe ngarkesën emocionale që tashmë ne i dim si popull ja ngarkon deri diku dhe media me mënyrën se si e trajton gjithmonë përballje të karshtinesve, jam i bindur që atje do dalim me pikë. Nëse dalim me pikë atje nuk na intereson pjesa tjetër. Okej, Elvis, faleminderit për këtë raportim. Erion, Elgi, ju përshëndes gjithashtu dhe sigurisht që me zemër urojmë fitoren e kombëtare sonte. Se njërit se tjetrit nuk ishit keq në parashikime, kështu që na mbetet tjetër vetë se të ruajmë zërin për çdo herë që do të gërthasim. Po, zëri na erdhi sot, se edhe ne nuk kemi pasur zë deri dje, kështu që na iku një qik, s'kishim faj. Ju përshëndes nga Tirana, nga i nxehti i Tiranës në të ftohtin e Rigës së Letonisë, por që urojmë që të jenë orë të ngrohta për kombëtaren tonë që vetëm mbas pak orësh do të jetë në përballje me kombëtaren e Letonisë. Shkojmë ndërprerje publicitare me të tjerë të ftuar në pjesën e tretë. Flasim për inxhinierin Karl Gega.